është opsioni më i mirë për të takuar dhe njohur më mirë Shqipërinë. Menjëherë pas pandemisë, ajo që ne kuptuam është që e kishim njohur shumë pak vendin tonë. Dhe ndonjëherë disa destinacione turpna vjen, po na i tregojnë turistët e huaj kur vinë në studio. Disa vende në Shqipëri që janë pikante, disa vende që janë shumë pranesh, por që ne nuk kemi marrë mundin për t'i parë dhe për t'i njohur sa duhet. Dhe për ta bërë në formën më të mirë njohjen e vendit tonë, na duhet edhe një rrëfyesi mirë, dikush që e njeh Shqipërinë siç duhet, edhe mund na tregoj për kohën që ne kemi alternativën më të mirë të mundshme. Kështu që përshëndesim pa humbur kohë dikë që e do fort vendin, si Pavlin Polia, i cili është gujitësh. Kënaqësi Pavlin, që jemi së bashku në studio, vjen nga Thethi dhe besoj që Thethin e tregon me shumë dashuri për ata që të besojnë kohën e tyre të çmuar. Besoj patjetër. Do të them biles kur vinë të ri me punu në Thethi, them që jeni të i maru një universitet turizmit. Ashtu australisht, po unë aty kam dinë rritë dhe... I lindur në Theth dhe pret turistët në Theth dhe jo vetëm. Në këtë periudhë të vitit, si është Thethi? E nisim prej këtu bisedën. Besoj që tash është maksimumi, pra piku i kësaj. Fillon, do themi mirë, fillon nga qershori, ose 2 muajt më të mirë të cilësisë turizmit, kualitetit turistave janë ato të qershorit dhe shtatorit, faktikisht. Që vinë për ecje, ato të qershorit që donë me pa natyrën e lullet maksimum florën ato, dhe ato që allurojnë vjeshtën në freskën pastaj për... Sepse besoj që Thethi të ofron me pa 4 stint, ashtu siç janë, siç duhet buken. Pavlin, do na shuash një kuriozitet, sepse është një diskutimi madh që në zonat malore, zonat e virgje, pa eksploruara, shkojnë turistët e cilët nuk shpenzojnë shumë, sepse kanë një formë të tyre të bëri turizëm, jo me kamping, jo me çadra. Sa vërtet është kjo dhe për të thuar se sa kontributi japin ekonomisë që vjen nga turizmi? Unë kam përshtypjen që shpenzim më të mirë se të një turisti që vjen e ecën në kamë e bën një shteg edhe shijonat e darkën në bujtin, në birën, mas secës, asaj, nuk ka, sepse rrallë parti nuk është se ke investu shumë për anë shteg, sepse ajo në shtigjet vjetra të përdora nga njerëzit lokal. Edhe këto po vinë sa po vinë shtohen, edhe ato janë turistat përgjeshëm, sepse ta mojnë vendin pastër, nuk ndosin, nuk bën asnjë gjë. Pra duhet të krahasojmë, ne nganjëherë mendojmë vetëm se sa vinë shpenzojnë ata, edhe për vetë faktin që Shqipëria mirëpret turista ose sezoni hapet momentin që zgjatet dita që ndryshon orari, edhe prehet në momentin që edhe kjo do të thonë që vinë për natyrë, nuk vinë për me u shkry atje në ato resorte, investime, definitivisht. Ka dhe për atyne të në Theth nuk janë ashtë të shpeshta numër, që resortet mund nga pasuria. Unë kam përshtypjen, prandaj Thethi ka pas sukses, është një ndër shembujt e turizmit, sepse ato turista që thashon që donë natyrën e kështu, janë ato që donë me taku dhe njerëz lokal. Po sigurisht, ajo është pjesë eksperiencën. Vinë për memorie që qa morim rapa, se vinë me hangër mishin, marë shtrajt ose... E drejtë. Pavlin, sa vite u bërë ti që e bën këtë punë? Unë prej 2010-ës, po themi që kam filluar, edhe ka shku me vite të ju ngrit numri klientëve turistave, nga cilat vende të kanë habitur turistët që kanë bërë rrugën më të largët për të ardhur në Shqipëri? Për shembull këtë vit, po themi është Australia. Edhe australianët kanë një ves, po më thoshin disa prej tyre që bati famshëm një vend, edhe ato sulen gjithë në atë vend atje. Po, është tipike Auzis. Kanë pas Japoninë, gjithë në Japoni kanë shku. Vjetë kanë qenë Kroaci, si mjetë Shqipëria, po thanë në Shqipërinë do alam vetëm me i vit, do të ashtojmë edhe vitet tjera. Pra, Australia ka qenë... Po themi këtë vit, po, kurse klientela kryesore është Europa qendrore, Amerika, Izraeli, Japonia, Taiwani, vendet e zhvilluara që preferojnë Thethin, sepse janë njerëzit që kanë punën më të rehatshme më. Donë pushimet aktive. Duan pushimet aktive, me eksperiencë. Qartë, mirë, Pavlin, çfarë ka Thethi që ne, që nuk i përkasim ndoshta konkretisht zonës Thethit, nuk e dim? Unë kam përshtypjen që Thethi për te bukurisë natyrës këto që ka, ne kena dhe mikpritjen gen. Nuk dalim jashtë asaj, është të çuditshme, sepse ka
fshatra në Shqipëri, po thethe e ka rujt këte, shysh me Edi Durhamin që ka kanë 1905, pastaj me krejt tjerë që kanë kalu në thet. Edhe nga njëherë unë besoj që kjo rikëthim që u bë tash që kjo mikpritje ne e kena pas si të ish me turp me shit, adin me i marrë lek turistave, po besoj ato që të parë tonë e kanë bërë me shpirtë me zemër, ajo energji është rikëthy tash edhe, po paguhet si të ish. A ka ndonjë legjendë apo ndonjë mit që e din vetëm thetjanët, nuk e din të tjerët? Për ngjarje, momente, ndodhi, histori që ka ndodhur në ato lëndina. Ka përshtypjen, po flasim muhabet, po bëjmë, po ideja zonave të malit, për shembull, që kanë gjuhë, Robi pyet nga se kalin, nga ka ardhur kjo. Po ka përshtypjen njerëzit që kanë jetu përpara, nëse kanë qenë shumë të pasur shpirtnisht, fizikisht, në shëndet mirë, më sanë, edhe normalisht i kanë kriju këto gjana, pra i kanë bërë për me besu që ekzistojnë në realitet. Ti po na thuaj që nuk ekzistojnë zanat e malit? Se ne ka që u bëvë dhe akoma i besojnë. Pase, kam fjetë shumë në përmoje, në këshumë edhe në në si kam takuar, por ndoshta du të më këthim rapa në kohë. Është mënyrë mirë për të shqipur, sepse edhe Rumania apo Brashov ka kështjellë e Drakulës, ku Drakula nuk shkeli asnjëherë aty, por e shesi, pra prandaj them. A ka një histori që shet? Ne nuk po menoj, është arma kryesore, është natyra, është mikpritja, janë tëna këto gjëra, po edhe këto, sepse njerëzit kanë nevojë me ushqim. Rrëfenjat, do t'jetë pjesë e eksperiencës. Patjetër, po masë ka plot histori veriu, sepse ne mësuar që të themi që turizmi kulturor është ai që shef një kala ose një muze ose një gjë. Po ajo realisht është vetëm 5-7% e turizmit kulturor. Gjithë të tjera është rrëfime, tregime, histori e gjana. E drejtë, Pavlin, a ka turist nga ndonjë vendi të caktuar që janë të padëshiruar, bëhen pak më të bezdisur se tjerët? Se për shembull, po të shkosh në Greqi, thonë që anglezët janë shumë bezdisur. Po tek ne. Ne nuk e kena, vetëm ato që ngatrojnë GPS-in mund t'jenë padëshirueshëm që kërkojnë në destinacion tjetër e përfunojnë thellë ose vinë thjesht me shembull, takoj shumë njerëz që vrapojnë me shkute ujvara ose i shef djersit në rrugë të lodhur, me bën një selfie ose një foto aty, vjen pak keq për ata njerëz që bukuria e ujvarës është krejt rrugtimi me shku deri aty. Nuk është ujvara në vetë. Edhe turizmi mbete është, unë se kam pas me turp në herë, jo se kam ditë, po kam përmirësu se si me shiju pushimet edhe për veti, tu i punu me tjerë. Që jo, realisht ne nuk e kena këto, sepse tash klientela kryesore është ato që ecin. Edhe këto fundit si shijon me pi birë, me pi gotë raki, me fjetë mirë, edhe deri tash jo, realisht nuk e na pas. Kam përshtypjen se Greqia, ose ato që ankohen për këto janë ato që shkojnë turizmi trendit, rinia, ato që pinë, ashtu, po jo, në Shqipëri, fatmirësisht, në Shqipëri, jo. Deri tash ka pas klientel të mirë të pasur. Në këto 16 vite përvojë që ti ke patur, a janë rritur çmimet dukshëm në turizëm, apo mendon që janë mirë krahasimisht me ato që jepet? Tash, unë them Shqipëria ne kena me fitu në turizëm mirë, kur sot që erdha prej Shkodre ose prej Thethë në Tiranë, po të kisha pa krejt tokat mjelluna me grun, misër, qa do t'ishtë ajo, atëherë do kishim super fitim. Ose po të shtohen për shembull stalla, klube, bagtive, gjana, që ai lek që vjetë mbesin këtu. Jo të importojmë na, gjathë prej Bullgarie, me edhon turistit, ashtu, sepse pastaj bëhemi vetëm kaluse. Po rritjet e çmimeve kanë kënd sepse normalisht janë rrit kostoja e jetesë, se jena kushent për këta, po jo me abuzue paktën. Thethi nuk abuzon. Me sa e di unë, jo. Dhe ju e njini tregun mirë. Si një djalë nga Thethi, për cilat cilësi duhet jesh krenar që je ka Thethi? Nuk është se, që më menoj, rapar jam bërë kurioze, kam bërë këto analizat e vjetërsisë anena, edhe ne si shal, si bajrak, shkojmë dikon të 4.000 sa vjetë.
Edhe realisht është, kur ndimër që kam pak kohë e këshu, futëm aty, i hedhi këto dhona në internet edhe dalin prej zonës tonë, dalin deri në Kazakistan e deri Gjithanejna. Besoj kjo vjetërsia dhe rrujtja e një I botua në Kazakistanin e sotër, pra është lëvizja që... Po, që ka nikse, po flasim për Rumania. Flasim për... Kjo është, për shumë njerëz me shpjegu, po është të çuditshme se si për shembull ka dhe ca fëmijë të thjonë që kanë le rrit në Amerikë, dhe baba e tij, po kur futesh aty në internet dhe gjej kodet, edhe deli afër si ajo aty për shembull. I keni ruajtur marrëdhëniet njerëzore, sepse ajo çfarë unë di, unë jam verior vet, është që sidomos pjesa e Malsive, zona e veriut, Malsia e madhe në përgjithësi, ka emigruar shumë drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe drejt Britanisë së Madhe. Ju, raportet fare fisnore, që fakt e karakterizojnë zonën, i keni të ruajtur akoma, rikthehen ata në vendlindje në origjinë? Patjetër. Shqipe, ishte një periudhë që unë për shembull kur jam kthy, se kam jetuar 9 vjet jashtë, kur jam kthy në 2007, ishte çmenduri për krejt ky sila perëndimin erdhi se njerëzit i kishin alo. Për sot po shoh nga vit në vit njerëz që janë të interesuar për më u kthy në Shqipëri. Edhe sidomos me bë diçka në vendlinje tyne, sepse besoj se për gjithë kanë vendlindja është shtëpia të vinë si investitor, po të investon. Po edhe ajo, thjesht me restauruar të shtëpinë e vjetër që kanë pullën, bujtinën. I sjellin fëmijët aty që tregojnë ku arrit gjyshi, stërgjyshi e krejt ta. Por akoma vazhdojnë me rujt edhe kjo marrëdhënia e mirë për shembull mes nesh. Ne për shembull më thethë pse kanë kalu, ku diun 20 e sa breza, 30, akoma nuk martona njëri me tjetrin, edhe pse është... Ja, detaj shumë interesant. Janë këto, bile kur I tregoj të hujve që shtigjet për fshatra tjera janë shumë të mira të rujtuna, e them që dikur njerëzit sa desht me shku me marrë nusën, ose me nusa atje, I kanë bëhë hëzmet shtegut se. Pavlin, udhëtimi më I guximshëm që ke ndërmarrë së fundmi, cili ka qenë? Kam përshtypjen unë që në malë kam le rritë, pushimet mi janë mole shkoj. I bën pushimet. Kilimanjaro e kam bën vjetë në Afrikë, maja menal të Afrikës. Më thonë drejtën, kalo 5.000 metra, filloj nije, por mirë, shkoj mirë, perfekt. Ishte eksperiencë, aty nuk mundesh me ecë njëjtën kohë edhe me full, sepse të mungon oksigeni këto, por është një eksperiencë. Himalaja kam kenë, kur kam pa Himalaja, të është molet tona në duken si baby mountains. Baby mountains. Dhe ta mendosh që një djali rritu në ato malet. Dhe, realisht po, që atje jenë 4.000 metra, ke edhe 4.000 metra mrapa, në është dimension tjetër. Dhe kush të shoqëron në këto udhime? Ke gjetur miq që ta ndash të njëjtën aventurë? Kam një mik që edhe bashkëpunoj me kështu me tash, një djalë nga Kosova, Toka Expedition e quhen në Këviles, që është tashmë ka shkon kalim mi 40 shtetet botës, që gjithmonë bazun në ecjen, hikingen. Edhe duket se edhe ky trend është shumë I mirë se po rritet shumë prej shqiptarëve. Me fjalë, pra kjo elita shqiptare që don këtë punën e malit, po dalin e ecin edhe po vizitojnë vendet botës. Besoj se këtë vit kam përshtypjen do ikim prapë në Everest Base Camp në Himalaja prapë. Shohim. Pastaj vitin tjetër kismet në Argjentinë. Në Argjentinë. Aconcagua në Patagonia poshtë. Shohim ajo 7.000 metra nëse rrim atje është një, po duhet fat pak edhe. Mirë, presin aventura shumë të bukura. Dhe disiplinë. Tari, Pavlin, unë kam një pyetje të fundit dhe do doja që ti të një rëndise si një si mirë I këtyre zonave. Më rëndit pak për nga oferta turistike, bukuria natyrore, etj. Thethin, Kelmendin, Vermoshin, Bogën, Tamarën, qaftore ndoshta? Unë kam përshtypjen, po, për shembull, po flasim një familje, base ndoshta 2 prind me 2 fëmijë, një fundjavë me kalu në një prej këtyre zonave mund të varjojnë dikun nga
150.000 lek vjetra deri në 250.000 lek, varet Për një familje prej 4 veta. Po, prej 4 veta, pra përfshi ushqime këto gjëra. Transport. Po varet të pastaj tek se çfarë zgjell ose çfarë standarde, sepse janë të ndryshme, nuk të kesh një fix që është ajo. Por unë gjithmonë kam predikuar, këshilluar në pushimet nuk matën me sa shpenzo. Me sa shkoj. Pushimet matën me eksperiencë, për shembull është gjë mirë që shumë familje fëmijët të nxjerrin edhe një natë me çadër, me fjet dikon në një livall të bukur me pamje, me atë i bë pak zjarr aty. Cili nga këto destinacionet ofron më shumë? Sipas teje? Po kanë shmëri, për shembull. Vërmoshja ato janë pak më të pasur në gastronomi, sepse nuk është se ka fluks të madh turizmit, edhe akoma ja dalin me ato që përllojnë në vend. Pendalit, po? Thethi, për shembull, duhet normalisht ne të importojmë nga fshatra të tjera, për shembull mishin, djathin e këto gjëra. Edhe pastaj unë them që gjithkush pak në Shqipëri duhet me bë një ecje ta marrin mend. Me kaluaj shafa, me ngjitë 2000 metra e herë në kom, sepse është jena vendi që kena më shumë male e det, e kena më pak marinar alpinista se vend si Hollanda që është u shkrejt për shkak. Në fakt është nën niveli i detit dhe ka disa sisteme ato janë alpinista, janë skiator, janë e kanë tana këto. Kanë pompim ujë, se përdryshe do bëjtëshin. Pavlin, e fundit pyetje, mendon që veriun e vendit tonë e njohin më shumë të huajt se sa shqiptarë? Patjetër, unë shumë tash atë që kemi më pak malësor, themi njerëz që dalin në për male, kështu, por është një gjë e mirë faktikisht që unë kam pa vitet e fundit. Vinë familje me fëmijë të vegjël, për shembull. Edhe janë shqetësuar, thotë, "Wow, nuk ka fjetur sot fëmia në drek, atë kështu ose mos e prek qenin, mos e prek tokën aty, sanet." Realisht nuk ka nevojë fëmia me fjetë, sepse atje oksigjeni është i bollshëm, edhe ai ka energji të jashtëzakonshme, dhe fëmia janë kthyer në ambasador të më të mirë edhe për ne, por edhe për të ardhmen, sepse e kanë egon poshtë, edhe ata dinë se ku nihen mirë, pra e shpjegojnë me buzëqeshje, me Kështu që ka ndryshuar trendi. A ka turistë që porosisin pasta me karkalec në theth? Nështë me karkalec jo, por me që një troft lumit. Ka dhe për ata që gatrojnë destinacionit, që da GPS-i ka heri qonë mrapshtë, por... Po s'ka gjë, do përmirësohen. Dhe ishte e të mërshme, dhe shkotë dhe theth dhe të porositës karkalec. Pavlin, ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë, edhe në lejo të themi që ke një ndër profesionet të bukura. Të punosh çdo ditë duke treguar Shqipërinë e bukur është privilegj më vetë. Sinqerisht, po nuk është shumë e vështirë për mu me tregu Shqipërinë, sepse po duket kohët e funit, nuk kam taku një tuj që mund kem taku me mira që ka thënë nuk ja vleti ose nuk doja rekomendoj një miku ti ose një njërit shtrajti që mes janë Shqipëri. Dhe kjo është marketingu më i mirë. Gjithmonë mirë pritur, Pavlin. Me këtë shije të mirë të malësive të Shqipërisë, që në fakt konkurrojnë ato të Zvicrës dhe të Skocisë, shkojmë në hapësirë të shkurtër publicitare për rikthyer me një familje që jetën ja ka dedikuar karates.